Çështja e çuditshme e inxhinierit Phil Schneider. Kush nga ju ka dëgjuar për bazën Dulce? Keni dëgjuar ndonjëherë ose e ashtu quajtura baza aliene? Tregohet se është baza aliene sepse mendohet të paktën që drejtohet nga alienët dhe aty punojnë shkencëtar nga marbota. Ndiqeni këtë material deri në fund dhe le ta diskutojmë. Ky është një argument që më përket sepse këto argumente kemi studiuar që vite më përpara, por nga disa gjëra të rëndësishme që përputhen në mënyrë eksakte edhe sepse këto duken si fantazi. Kush është rastisht si gjithmonë nëse nuk e ka bërë dhe i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderit shqipe. Ju falenderit kudo që jeni, suksese, ju falenderit që jemi për herë bashkë. Ju lexoj dhe nuk mundem të përgjigjem të gjithëve, por ndonjëherë rrallë edhe përgjigjem, kështu që të më falni ndonjëherë që nuk përgjigjem, por e keni vënë re që duke diskutuar së bashku, jo vetëm informohemi, por diskutimet nxisin edhe mendimin alternativ. Phil Schneider ishte një inxhinier, në të vërtetë ai ishte një gjeolog dhe pastaj u kualifikua edhe si inxhinier. Dhe Phil kishte lindur vitin 1946. Ishte një inxhinier i Zotit, paktën kështu tregohet, dhe një ditë e folën për të bërë një test, paktën kështu tregonte, dhe pas këtij testi që në fillim gjoja sikur ky testi ishte i gabuar, ky që bëri Phil Schneider, por pastaj për ta provokuar, ishte thjesht për ta provokuar, pastaj e morën dhe i thanë se ku do të shkonte. Dhe ai punoi për 17 vjet, siç tregonte Phil Schneider, në një bazë sekrete. Pra një bazë sekrete e shërbime sekrete. Dhe gjatë atyre kohëve, teksa ai punonte në këtë bazë, rastësisht në një ditë pa që bëheshin disa eksperimente. Dhe nuk kuptoj se ku bëheshin këto eksperimente, pra si zonë, sepse duhet të dini që ai thoshte që është një vend i nënveshëm ku është i ndarë me zona. Nuk mund të shkohet në këtë vend, sepse sipas tij, ai aty e para njëra ai buri re që drejtohej nga qenie që nuk janë njerëzore. Dhe siç e tregonte Phil Schneider, kjo bazë, pra e quajtur baza Dulce, gjendet në zonën e New Mexico dhe është e ndarë në kate, është bërë në kate, në 7 kate parafërsisht nën tokë. Dhe të paktën ato 7 kate që thot ai, pastaj nuk është i pari që ka treguar për sa i përket bazës Dulce, por ka edhe të tjerë që tregojnë për bazën Dulce. Dhe ka disa shkencëtar të tjerë që thonë që ekziston. Bile edhe një inxhinier dhe fizikant tjetër thoshte pikërisht pra Bob Lazari, nëse keni dëgjuar. Bob Lazari është i famshëm, edhe ai tregonte që ka disa baza, por ky tregonte për bazën 51, por thoshte edhe për bazën Dulce. Pra ky shkencëtari që po ju them. Në të vërtetë, Phil Schneider ishte ai që duhet të kontrollonte disa lëvizje të pllakave tektonike dhe të disa studime që bënte nën tokësore. Dhe në fakt një ditë, teksa po bënin punime, ra një pjesë e një tuneli dhe ai u gjet përpara disa qenieve që i tregonte që nuk ishin njerëzore. Në fakt, këta, sepse si duket, ose u prish sistemi që ata maskohen, sipas gjasave thonë disa njerëz, pra maskohen, kanë një lloj sistemi që maskohen. Disa mendojnë që i kanë me anë të forcës telepatisë, pra me anë të forcës hipnozës. Të tjerë mendojnë që jo, kanë një sistem që i bën ata që të vishen të duken si njerëz. Pra që ti edhe po të shikosh është si një hologram që vishen. Dhe ç'është e vërteta, ai thotë që i pa ashtu siç ishin, pra ishin gri me kokë të madhe, sy të mëdhenj, të shkurtër dhe të fortë, fizikisht shumë të fortë. Megjithatë, ai ishte distant nga ai vend dhe filluan që të gjuanin njëri tjetrin, pra me ato armë që kishin në dispozicion. Dhe Phil Schneider u plagos, por tregohet që u mundi që t'i ikte.
Dhe pasi ku që aty, sepse kuptoj që kishte të bënte jo vetëm me një vend vërtet të dyshimt, por kishte frikë se mos edhe nuk do kthehesh, do vinte një moment që nuk do kthehej më në shtëpi. Kaloi një farë kohe dhe ai u fejua me një vajzë që mos gaboje njihte, ishte zonës ku ai jetonte, dhe lindi edhe një fëmijë. Së bashku lindë një fëmijë, kështu që Phil Schneider filloi që të bënte, sepse nuk shkoi më në bazën Dulce, por filloi që të bënte konferenca për sa i përket jetës jashtëtoksore. Duhet të dini që në vitin 1966, në pikërisht në atë zonë, pra në New Mexico, kishte ndodhur një fenomen. Në fakt, Phil Schneider e kishte studiuar këtë fenomen dhe nuk i kishte dhënë dot asnjë shpjegim. Por ky është një fenomen që është i njohur në botë dhe është shkencor, pra është futur dhe në librat shkencor. Pse? Sepse në vitin 1966 disa kafsh u gjetën në New Mexico të mutiluara, si më thuhet, të prera, të masakruara ose të prera në mënyrë eksakte, por nuk kishin prerje të një thike apo të një makinerie që ne njohim. Nuk ekziston në këtë planet asnjë lloj makinerie që mund t'i priste ato kafsh në atë formë. Të prerat ishin ose direkt, me një fjalë, gjysmë për gjysmë, pra prerje komplet gjysmë për gjysmë, sikur t'ishte prerë me një bisturi, por në mënyrë eksakte, së bashku me kockat. Pra perfekte, kaq e lëmuar ajo prerja, saqë nuk ka shans, me një fjalë, nëse ne me teknologjinë që kemi sot, nëse do ta bënim edhe me lazer, prapse do linte disa grimca të vogla në ekstremitetet e prerjes, pra aty ku është prerja. Kurse këto prerje që u gjetën atëherë nuk kanë asnjë fakt të tillë, pra janë një prerje eksakte. Disa ishin u prerën veshët, disa gjymtyrët, disa bishtin ku ta di unë. Pra të gjitha këto kafshët që u gjetën që secila prej tyre ishte e prerë në disa forma. Studiuesit, shkencëtarët, nuk i kanë dhënë asnjë përgjigje këtij fenomeni. Pra nuk ishin një apo dy, ishin me qindra kafsh. Dhe ndodhen pikërisht pra në atë zonë aty, pra në zonën e Dulces, ku pretendohet që është ky vend me le themi kooperim ose me bashkëpunim me njerëzit, me fjalë shkencëtarët njerëzor, bashkëpunim me jetën jashtëtoksore, me alien, të paktën kështu thuhet. Duhet të dini që në vitin 47 është bërë një incident dhe tregohet që nga ai incident, pra nga incidenti i famshëm Roswell, është nga ai incident u morën disa trupa pra rekuperuan dy trupa le themi të alien, okay? Njëri prej tyre vdiq, kurse tjetri mbijetoi, të paktën kështu thuhet. Dhe ky që mbijetoi, disa thonë që u zhduk, disa thonë që mbeti etj. Sidoqoftë, ka një version ku thuhet që alienët kishin filluar që në luftën e parë botërore, jo në luftën e dytë, por që në luftën e parë botërore, për të na ndihmuar së pari njerë për të parë se si do ecte lufta, sepse kishin frikë se mos hidhej në një lloj ose zbuloi në një lloj bombe që mund të shkatronte çdo gjë. Por panë që lufta e parë botërore ishte vetëm me ato pushkët këtu e aty. Kurse në luftën e dytë botërore mendohet që ishin vetë alienët që ndihmuan qoftë Hitlerin, por edhe disa shtete të tjera. Tani, pse po them këtë? Sepse mendohet që njëri nga këta alien, pra dha ose jepte teknologjinë e avancuar të tyre, dhe disa studime janë bërë pikërisht në bazën Dulce. Bire, tregohet sipas Schneiderit që aty në bazën Dulce, ai thoshte që merrnin njerëz, pra vetë njerëzit, shërbime sekrete, me teknologjinë e vetë alienëve, kapnin njerëzit kudo dhe i bënin eksperimente aty. Dhe kjo ndodhi për një kohë shumë të gjatë. Në fakt, po të vini re kohët e fundit, nuk tregohet më për
për eksperimente njerëzish ose për rrëmbime të njerëzve. Keni dëgjuar ndonjëherë? Kohët e fundit sikur nuk dëgohet më. Sikur ishte një periudhë kohe që bashkëpunonin alienët pra me njerëzit ose me njerëzit me alienët, sepse u jepnin urdhë alienët, thoshin donin kaq për eksperimente apo ku ta di unë. Ndoshta kjo për evoluimin e njeriut, ndoshta për dikush thotë që ishin për punë të tjera, dikush thotë që i hani, dikush thotë që ne megjithatë ne nuk i dim këto, por ajo që doja t'u tregoja për sa i përket bazës dulce, kishte disa gjëra që Schneider mendonte që ishin të vërteta. Për shembull, teknologjitë që ne të avancuara që ne i morëm pikërisht nga këto bazat aliene, ku tregohet që alienët dhanë teknologjinë në shkëmbim të disa favorizimeve që ata ranë dakord, që nuk dua t'i përmend këtu. Dhe pikë së dyti është që në atë zonë ka ndodhur gjithmonë fenomene të çuditshme, por ajo që është akoma më çuditshme në këtë histori është që Phil Schneider, nga momenti që filloi që të bënte konferenca, gjithandej filloi që të tregonte sekrete të mëdha. Dhe dikush mendon që sekretet e mëdha nuk duhej që ai t'i tregonte sepse ishte betuar për këtë. Pra ishte betuar kur ishte futur në atë sistem. Dhe nëse del jashtë sistemit dhe ti pastaj i trajton, padyshim ndodh diçka. Dhe në vitin 1996 Phil Schneider u gjend i vdekur dhe e keqja ishte që tregohet që edhe familja e tij, pra gruaja së bashku me djalin, të paktën kështu thuhet. Nuk e dim këtë, por të paktën kështu thuhet. Megjithatë, ka versioni i parë ishte ky, që thuhesh për gjithë familjen. Kurse doli një version tjetër që thoshin që ishte vetëm ai dhe bëri një vetvrasje, kryu një vetvrasje. Po ka një problem shumë të madh. Deri para pak kohësh, fotot e tij xhironin nëpër rrjet dhe i kisha parë shumë prej atyre fotove të Phil Schneiderit që i kishin bërë në një tavolinë ku ai ishte pa jetë dhe ishte komplet i masakruar në gjithë trupin. Komplet, pjesë të trupit, në kokë, në trup, këtej përpara, këtej nga supet. Dhe unë nuk mendoj që ajo ishte një vetvrasje. Kështu që ai versioni ku thuhet që mendohet që ishte që ai u vetvra, nuk e kuptoj se nga e nxorën. Megjithatë këto janë thjesht tasheteme, ç'është e vërteta, ajo që është më e vërteta është që Phil Schneider që nga një moment nuk mundi të fliste më dhe nuk mund të thoshte dot më gjë, sepse vdiq. Kështu që kjo është historia e Phil Schneiderit, por ka shumë të vërteta për sa i përket bazës dulce, sepse edhe të tjerë, si thash, thonë që baza dulce ekziston. Dhe nëse ekziston baza dulce, atëherë do të thotë që ka diçka të vërtet ku qenie të një bote tjetër mundet dhe që të eksperimentojnë me njerëzit në këtë planet. Ndoshta kanë në dakord me qeveritë. Kështu që mendoj dikush nga ju ndoshta ka lexuar për këto, por do dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni. Kështu që përpara se të flem gjumë, ju dhash edhe këtë informacion kështu, nesër do t'ju lexoj, sot nuk mundem se jam i lodhur, sinqerisht, dhe ju përqafoj shqipe. Hajde, natër.